Në ndërtimin e magjistrales Prishtinë-Pej është planifikuar të bëhet devijimi trases, përkatësisht në segmentin nga fshati Mleqan deri në dalje të fshatit Kiev, në pjesën rreth fshatit Cerovik. Ky devijim shmang trasen e rrugës ekzistuese. Banorët dhe afaristët e kësaj zone kanë shqetësimin se me devijimin e kësaj traseje izolohet zona e tyre dhe aktivitetet afariste, me të cilat ata mbajnë rreth 10.000 familje të banorëve të këtyre zonave. Po ashtu, ata kanë shqyrtuar me vëmendje këtë çështje dhe konstatojnë se jo vetëm interesi i komunitetit të tyre preket, por edhe kosto e shpenzimeve për këtë magjistrale pas devijimit të trases, pra rritet disa herë. Pyetja është, zotë ministër, ata i kanë drejtuar qeverisë me 29 prill 2013 me një kërkesë të nënshkruar prej tyre, ku sqarojnë këtë çështje. Çfarë keni bërë deri më tash në lidhje me kërkesën e tyre legjitime? Pse jeni duke devijuar trasen e rrugës? Pra, edhe njëkohësisht, sa i kushton ky devijim buxhetit të shtetit, për shkak se devijimi do të implikojë edhe shpërndësime tjera të pronave private. Zotë ministër, keni fjalën. Nderuari deputet Selimi, në kuadër të planit punës dhe projektet përcaktuara nga Ministria e Infrastrukturës për vitin 2013 dhe sipas ligjit buxhetit aprovuar për këtë ministri nga Kuvendi i Kosovës, bën pjesë edhe zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugës nacionale 99, përkatësisht rruga Prishtinë-Pej nga Gjergjica në drejtim të Klinës. Nevoja për ndërtimin e kësaj rruge me standarde dhe me cilësi të lartë është e padiskutueshme për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës e veçmas për rajonin e Pejës. Është konstatuar nga ekspertët se ndërtimi i kësaj rruge përkundër investimeve jo të pakta arsyeton ndërtimin dhe çastin e saj deri në qytetin e Pejës e mëtej në vitet që vijnë, aq më parë kur ndërtimi i saj është kryer deri në kryqjen e autostradës. Projekti për hartimin e zgjerimit të rrugës 99, segmenti Gjergjic-Kiev, është hartuar nga kompania Projin nga Prishtina. Projekti kryesor është finalizuar në prill të vitit 2010. Gjatë hartimit të projektit ideor nga ekspertë të fushës, janë analizuar disa variante në cilat janë shqyrtuar mundësitë të zgjerimit të rrugës ekzistuese dhe alternativa tjera për një rrugë të re. Me propozimin e kompanisë projektuese dhe aprovimin e grupit teknik nga ish Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, tani Ministria e Infrastrukturës, është miratuar varianti i devijimit të rrugës segmentin gjatësi prej 2750 metra në llotin 3. Ndër arsyet për devijim kanë qenë pamundësia e zgjidhjes teknike të kalimit të rrugës së re nëpër Kiev, për arsye se aty ndodhen objekte të ndërtuara shumë afër rrugës ekzistuese. Rruga ekzistuese ka gjerësinë vetëm 7 metra të asfaltuar, ndërsa në të dy anët e saj ka vetëm nga 1.5 metra bankina, që do të thotë gjithsej 10 metra, ndërsa rruga e re ka gjerësinë prej 26.20 metra. Varrezat janë shumë afër rrugës ekzistuese në daljet Kievës, nga ana e djathtë në drejtimin Prishtinë-Pej. Edhe kjo është një çështje mjaft e ndihshme në këtë drejtim. Pamundësia ndërtimit të udhkryqit në Kiev, për shkak të hapësirës pamjaftueshme për profilin e rrugës së zgjeruar, është edhe një nga arsyet. Zgjidhja e re mundson qarkullim të sigurt dhe pa pengesa në këtë aks rrugor dhe anashkalon, siç quhet, fytin e ngushtë të trafikut në Kiev. Rruga e re ofron zgjidhje të mira për gjithë udhkryqet e saj, përfshirë edhe kryqjen e rrugës së vjetër dhe rrugëve anësore për Cerovik dhe për Malisher. Prandaj, nëse flasim edhe për çështjet e shpronësimit, i nderuari deputet Selimi, për ju dhe për publikun duhet bëjë ditur se Ministria e Infrastrukturës bën vetëm elaboratin e shpronësimit. Ministria e Financave përmes njësisë së vet kontraktuar bën vlerësimin, ndërsa Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor bën pagesat për pronat e shpronësuara. Nuk mund të flasim tani për çmimin e shpronësimeve, por një gjë është e sigurt, se shpronësimi në pjesët ku ka ndërtime të mëdha është shumë fish më i shtrenjtë se sa në pjesët ku nuk ka ndërtim. Pyetje shtesë. Kam pyetje shtesë. Zotë Selimi. Banorët, në veçanti edhe afaristët, pikërisht e atyre objekteve që ju referoni si objekte që janë breg rrugës, kërkojnë që të mos devijohet traseja me arsye kryesisht ekonomike. Pra pikërisht ato objekte që janë afër rrugës në trasenë ekzistuese, ata biznesmen kërkojnë që të mos devijohet për shkak se nuk ju rrezikohet atyre biznesi duke kaluar rruga në trasenë ekzistuese, por përkundrazi ju rrezikohet
duke anashkaluar këtë biznesin. Ata i kanë drejtuar, siç thash më herët, me një kërkesë. Pyetja ime shtesë është kjo. A do ta respektoni kërkesën e të gjithë atyre afaristëve të cilët përfaqësojnë rreth 10.000 banor të kësaj zone, apo nuk do ta respektoni kërkesën e tyre dhe do të vazhdoni me projektin e kompanisë projektuese siç thoni ju. Pra, a do të respektohet vullneti i tyre, për shkak se edhe në pikën më hershme të Traneditës u thirrën shumë në vullnetin e komunitetit. Kësaj radhe nga qeveria ekzistuese, a do Zoti Ministër. Për qytetarët e Republikës Kosovës, rrugët ndërtohen me qëllim që të kemi siguri më të lartë dhe rrugët ndërtohet që të kemi cilësi më të lartë. Unë besoj se duhet i përmbahemi projektit sepse ka dhënë gjitha elementet e nevojshme për sigurinë, për cilësinë dhe për aspektet tjera. Në qoftë se do të bënim shpronësimet në këtë drejtim të rrugës, ku ju flisni, është teknikisht e pazbatueshme. Unë si ministër duhet të respektoj projektin që është teknikisht i zbatueshëm, që ofron siguri më tepër dhe që shpronësimet janë më të lehta dhe sigurisht edhe më të lira se sa në segmentin ku ju flisni. Edhe një gjë për publikun do ta them. Në të gjitha segmentet rrugore ku punon Ministria e Infrastrukturës, që në fund të ditës pengohet Ministria e Infrastrukturës në zbatimin e projekteve, të mos ketë asnjë lloj ndikimi në kuptimin negativ, sepse ku ka mundësi të iket nga shpronësimet e shtrenjta, nga ndërtimet e mëdha që kanë ndodhur, dëmtohen të afarizmin më shumë nëse shkatërrohen se sa nëse lejohen rrugët aty, të ndihmojmë të gjithë sepse kështu mund të arrijmë standard të lartë të rrugëve dhe siguri të lartë.